أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Falënderimet janë për Allahun, Zotin e gjithësisë. Ata e falenderojmë, prej atij e kërkojmë ndihmën. Mëshira Allahut qoftë mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të pastër dhe për mbi të gjithë ato besimtarë dhe besimtare që ndjekin rrugën e tij deri ditën e gjykimit. Allahu na fal, na mëshiroft të gjithë ne që jemi sot në xhami. Inshallah na begaton edhe pjesëtarët e familjeve tona. I madhe Zot na mundsoj edhe sot që të jemi bashkë, pra na i la shpirtrat, trupat tonë, na e dha rastin që të adhurojmë atë, të i kërkojmë falje atij, e inshallah këto minuta janë minuta që do të na çojnë drejt xhenetit. Pra ja kemi heq një punë tjetër në dynjë, edhe ja kemi dhënë punë së ahiretit, që normalisht do të na duhen shumë një ditë përpara Zotit xhela xhelaluhu. Njeriu do të shikojë qoftë edhe për një xhumë të vetme, e ka atje në regjistër apo s'e ka. Ai regjistër është shumë interesant se ai nuk shkruaj fallzo. Në regjistër që nuk ka mik, nuk ka shok, që me ta rregullu dikush, mi shina në muja 10 xhumatja, se s'kam qenë hiç. Pra siç bëhet këto në dynjë, për shembull me këto dredha, atje nuk mund të realizohen para Zotit xhela xhelaluhu. Edhe kjo i mashtron shumë njerëz. Janë sigurt që do t'ja dalin edhe atje me mashtru Allahun xhela xhelaluhu. Pse Allahu thot vet, ata tentojnë thot që të më mashtrojnë. Vallahi. Deri atje shkon. Ndërsa grupi tjetër nuk besojnë hiç, domethënë s'do ketë asnjë gjë, marroj puna. Po marroj jeta këto thot marrë çdo gjë. Po hyn në banesë varrit, marrë çdo gjë. Po në fakt nuk është kështu. Pra, që atë xhumë që ke falë atë ke për ta gjetë. Që atë vepër të mirë që ke punu ke për ta gjetë. Po njëkohësisht do gjendet edhe kundër të kësaj. Allahu xhela xhelaluhu thot sa do të vogël ta keni punu një vepër të mirë tek Allahu do ta gjeni. Faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara. Nëse keni punu, thot, apo cili për jush ka punu një vepër të vogël fare, sa që nuk shifet, të mirë, tek Allahu ka për ta gjetë të regjistruar. Wa aleikum selam. Wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara. Njëkohësisht thot, edhe ai që ka punu një vepër të keqe, ka për ta gjetë atë. Dyrt për me fitu xhenetin janë shumë ta. Bile kisha për të thonë që janë ma pak se dyrt e xhehenemit. Për me shku në xhehenem ka ma pak rrugë, ma pak dyrt hap. Pra punë të mira janë aqit shumë ta, të pranoshme, të favorshme, sa që si të themon. Ja për shembull, një rrugë xhehenemi është me hor mish derri. Qindra mish në tjerë janë të leju. Me qindra. Wa aleikum selam. Ky mish është i ndalu për shembull. Pra një derë është kjo, që të shok e harami, mira dyrë tjera për xhenet i ke të hap me hor mishin tjetër. Pra, janë favoret
e xhenetit janë të mëdha, ndërsa favorat e xhenemit janë shumë të vogla. Mirë po shejtani mallkuma, ju dashur, atje e çorub. Keq ajo derë që është e vetme, atje do të shkoj, thot. Na kemi dhe i derë, mu për vete, mu kanë mëllë, në fakt, edhe disa shokëve të tjerë këtu, po ata që i kanë gjallë prindit, i kanë të dy dyrë të xhenetit qelë, për të dy prindit, edhe për nonë, edhe për babën. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot kërkojeni xhenetin ke prindit. Në kom të atyre thot e keni xhenetin. Dhe më thonë në kuptimin që ke hizmeti, ke kujdesi që i bëhat atyre, do të gjeni xhenetin. Ka thonë një hershëm Zoti e Bekov, nuk ka dorë më të mirë, sa ja dorë thë që shtrehet ke prindi. Luma ja dorë që o shtrej ke prindi. Aja ka thonë një gjatë tjetër të rëndë, po dhe me thonë, thahat aja dorë, thot që nuk shtrehet, apo që nuk i shtrehet prindit, babës edhe nënës. E kundër të e kësaj, po luma aja dorë, ka thonë herë në parë, që i shtrehet nënës edhe babës. Në fakt, unë i mëllat mitë, e jarabi Zoti, dhe me thonë, mas mi pas morë për keqë, jam mundu që t'jem shumë afer të mivet, mi majtë afer, mi bajzmet. Wa alaikum salam. Amo aj që i ka